Shkurtë Feza është një këngëtare që kompozitorët jo vetëm i japin, por dhe mësojnë prej saj, sepse është një këngëtare shumë vizionare, vjen shumë e përcaktuar te kompozitori, në gjetjen e tematikave, të fabulave që mbi cilat ndërtohet kënga. Vetë Shkurtë Feza është shumë frymëzuese për kompozitorin, sepse tek ajo shef një aftësi për ta realizuar këngën, shef një këmbgulje, një besim, një guxim, një trimëri për ta përcjellë. Ajo e mbështetur në tabanin e muzikës shqiptare. Këtë sukses e siguroi e mbështetur në tabanin e muzikës shqiptare. Dhe entuziazmin u desh që unë ta njeh, ta shoh në publik. Deri atëherë vetëm shpresoja për mirë, fjalë shumë të mira më thanë kur e mbarova këngën. Dhe kur publiku bëti shumë mirë, sigurisht që ajo mbeti sot e kësaj dite kryekënga ime, edhe jam shumë i lumtur që e kanë kënduar mbi 206 këngëtar herë pas here, e këndohet në stadium, këndohet në sheshe, këndohet anë e manë botës. Dashnin tonë zemra, kur se ka harue. Më pëlqente shumë dhe këndova me shumë dashuri, me shumë pasion. Është këngë për gjithë komin, për derën derë. Edhe 20 sa vjet kaluan që të jetojnë një këngë, edhe mos duket më mirë sot se dje.